Qetëso. Drejtues të institucioneve vendore, të nderuar përfaqësues të agjencive të zbatimit të ligjit, të nderuar familjarë të dëshmorëve të policisë së shtetit, të nderuar kolegë dhe të ftuar. Sot, Policia e Shtetit kremton 113 vjetorin e krijimit të saj. Në këtë kuadër, Drejtoria Vendore e Policisë të Elbasan organizon këtë ceremoni për të kujtuar kontributin dhe sakrificën e saj ndër vite. Ftoj drejtorin vendor të Drejtorisë së Elbasan, drejtues Fatmir Hoxha, për të mbajtur fjalën e tij përshëndetëse. Të nderuar pjesëmarrës, me rastin e festës Policisë së Shtetit, është një kënaqësi e veçantë t'ju përshëndes sot në këtë aktivitet, ku jemi mbledhur për të nderuar punën, përkushtimin dhe sakrificën e punonjësve të Policisë së Shtetit. Në mënyrë të veçantë kam nderin të përshëndes përfaqësues të prefektit të Qarkut, të Bashkisë së Elbasan, të Këshillit të Qarkut, prokurorin e rrethit zotin Krishtin Kajazi, kryetar gjykatës së Elbasanit, të nderuar familjarë të dëshmorëve të Policisë së Shtetit, veteran, kolegë e të pranishëm. Me anë të kësaj përshëndetje, dua t'ju përcjell fjalën e drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit, me rastin e 113 vjetorit. Në 113 vjetorin e krijimit të Policisë së Shtetit, shpreh minjohen më të thellë për gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit për përkushtimin dhe sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Nderimi i përjetshëm për dëshmorët e Policisë së Shtetit, njërazi dëshmorët atë dheut, që dhanë jetën në krye detyrës, duke lënë pas një trashëgimi guximi, devotshmërie dhe besnikëri ndaj atë dheut dhe qytetarëve. Sakrifica e tyre mbetet udhërrëfyes për çdo punonjës të policisë. Gjithashtu mirënjohje për veteranët që hodhën themelet e këtij institucioni dhe kontribuan në forcimin e tij ndër dekada. Falënderim qytetarëve për besimin dhe bashkëpunimin me Policinë e Shtetit, e cila vijon rrugën e transformimit, profesionalizmit dhe shërbimit me integritet ndaj vendit dhe shoqërisë. Falenderoj mediat për rolin e tyre të rëndësishëm për informimin e qytetarëve dhe pasqyrimin e punës së Policisë së Shtetit. Gëzuar, drejtori këndor Ilir Proda, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Gëzuar. Nderuar zoti drejtor i Policisë Elbasanit, zoti Hoxha, të nderuar punonjës të Policisë së Shtetit, të nderuar familjarë të dëshmorëve të atë dheut nga radhët e Policisë së Shtetit, të nderuar të ftuar, në emër të trupës së prokurorëve të Prokurisë Elbasanit, ju uroj 113 vjetorin e krijimit të Policisë së Shtetit. Policia e Shtetit është jo vetëm një organizatë shumë e rëndësishme për shtetin dhe shoqërinë tonë, por dhe një mekanizëm i pasvendësueshëm në luftën e përbashkët ndaj krimit, në nevojën për të garantuar rend dhe siguri për qytetarët dhe në përballimin e sfidave integruese për vendin tonë. Mirënjohje për të gjithë ata që punojnë çdo ditë për të siguruar rend, qetësi dhe drejtësi për qytetarët. Së fundi, më lejoni që në këtë ditë të përkujtojmë me nderim dhe për ulje thellë gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit që në këto 113 vjet kanë rënë në krye të detyrës ose për shkak të saj. Edhe një herë gëzuar këtë ditë, faleminderit. Të nderuar përfaqësues të Policisë së Shtetit, të nderuar drejtues institucionesh, të nderuar të pranishëm. Si drejtore e zyrës vendore arsimore të Elbasanit, e vlerësoj jashtëzakonisht të rëndësishëm bashkëpunimin midis institucionit të arsimit dhe Policisë së Shtetit. Fal një bashkëpunimi që ka në qendër sigurinë, mirëqenien dhe edukimin e brezit të ri, ne jemi çdo ditë në bashkëpunim, në sinkron dhe në bashkim të gjitha forcave dhe resurseve tona për sigurimin e një standardi mirëqenie dhe sigurie për nxënësit tanë. Shkolla nuk është vendi ku transmetohen dhe merren dije, por hapësira ku formohen vlera, qëndrime dhe sjellje qytetare. Për këtë arsye, siguria në shkolla është një kusht i domosdoshëm për një arsim cilësor dhe roli juaj i drejtuesve dhe i çdo punonjësit të Policisë së Shtetit ka qenë dhe mbetet thelbësor.
Nëpërmjet pranisë së saj, në institucionet arsimore, si dhe përmes programeve të dedikuara si policia në shkollë, Policia e Shtetit ka kontribuar ndjeshëm në krijimin e një klime besimi, ndërgjegjësimi dhe parandalimi. Nxënësit tanë janë njohur jo vetëm me rregullat e ligjit, por dhe me rëndësinë e respektimit të njëri tjetrit dhe përgjegjësisë qytetare. Si zyrë vendore e arsimit, ne kemi punuar ngushtë me strukturat e Policisë së Shtetit, me bashkinë, me drejtuesit e shkollave dhe stafet e tyre, për të identifikuar në kohë problematikat dhe për të ndërhyrë në mënyrë të koordinuar gjithmonë në funksion të interesit më të lartë atë të nxënësve. Si përfundim dua të shpreh mirënjohjen time për Policinë e Shtetit, për kontributin dhe angazhimin e vazhdueshëm në mbështetje të arsimit, si dhe të riafirmoj gatishmërinë e zyrës vendore të arsimit për të forcuar këtë partneritet të një rëndësie të veçantë, gëzuar 113 vjetorit. Policisë Elbasan drejtues Fatmir Hoxha për t'i dorëzuar certifikatën e vlerësimit shefit të Komisariatit Elbasan, zotit Fatos Tresa. Ftoj SVN drejtorin për hetimin e krimit, zotin Krenar Guçe, për t'i dorëzuar certifikatën e vlerësimit shefit të krimeve Gramsh, zotit Plumbra Diçi. Të nderuar të pranishëm, në emër të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, ju falenderojmë për praninë dhe vëmendjen tuaj. Ju ftojmë të merrni pjesë në koktelin e organizuar për këtë rast.